Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje, mirë se vini në At the Movies edhe në këtë prag fundjavë në programin tuaj të preferuar të kinematografisë, të filmave. Tashmë është shndruar e premtja në një ditë që i takon kinematografisë që na paraprin sigurisht për fundjavën, sepse nuk ka gjë më të mirë se sa ta shfrytëzosh fundjavën për ata që nuk kanë planifikuar të shkojnë në plazh apo diku tjetër, se sa të shkojnë edhe të shohin një film në kinema. Dhe për këtë mendon gjithmonë Cineplex, duke sjell premierat më të mira dhe më të fundit dhe sigurisht filma që ne mezi i kemi pritur. Jeni me mua Edin sot, ndërsa kolegja ime Edea nuk do t'jetë me ne sot, por do na bashkohet sigurisht javës që vjen. Besoj që këto viroza destinës që po qarkullojnë, padyshim na e kanë kapur dhe kolegen ton. Do të flasim sot për disa premiera të cilat kanë bërritur tashmë dhe po jepen në programin e Cineplex. Dy të tjera pritet të vinë së shpejti, po them për ato më të afërtat, dhe unë do të zbuloj detaje të tjera për F1, që është një prej tyre, dhe How to Train Your Dragon. Ndërkohë, në pjesën e dytë të programit do të flasim për dy lajme shumë të rëndësishme. Në fakt, njëri prej tyre ka të bëjë me adhuruesit e Stranger Things 5, i cili do të vi këtë vjesht zyrtarisht. Dhe duhet thënë se Netflix ka zbuluar datat, ka zbuluar emrat e episodeve, si dhe detajet e fundit të këtij sezoni që padyshim përmbyll edhe sagën e Stranger Things, i cili ka bërë për vete miliona fansa në të gjithë botën që prej kur nisi të shfaqej në vitin 2016. Ndërsa në fund fare do ju sugjeroj një film të cilin unë e pash mbrëm dhe thash përse të mos flas për të sot në At the Movies, për një film i cili mbledh bashkë disa aktorë kryesor dhe të rëndësishëm, si Blake Lively dhe Michele Morrone. Bëhet fjalë për Another Simple Favor, dhe mund ta keni parë filmin e parë, pasi ky është një i dytë i sjell së fundmi. Kam përshtypjen që duhet ketë diku tek rreth 3 apo 4 javë që është publikuar. A Simple Favor ndërkohë një është publikuar në vitin 2018 me dy protagonistet kryesore, Blake Lively dhe Anna Kendrick. Michele Morrone është i ri në castin e 2025-s. Ka shumë për të folur sot në At the Movies në lidhje me kinematografin, me filmat tuaj të preferuar, po natyrisht gjatë gjithë këtij 60 minutë shi pak a shumë do të na shoqërojnë edhe kolonat zanore të filmave që kanë bërritur tashmë në Cineplex, por edhe filmave më të rinj që ne presim ti shikojmë. Shkojmë në pak muzik tani dhe rikthehemi për të parë programin e Cineplex. Dhe me filmat që po jepen në fakt prej ditësh, ndërsa premiera më e fundit ka qenë ajo e sagës John Wick e titulluar Ballerina. Bashkë me të tjera të cilat janë në program, përfshirë Clown in a Cornfield, Final Destination Bloodlines, Lilo dhe Stitch, Minecraft, Mission Impossible The Final Reckoning dhe Thunderbolts. John Wick Ballerina duhet thënë se ka patur një sukses të jashtëzakonshëm që në ditën e parë të premierës së saj në Shqipëri, por edhe në botë, duke qenë se saga e njohur e John Wick është një sagë e cila le të themi ka bërë tashmë fansat e saj edhe është e pamundur që ta injorojnë, apo qoftë të ketë një zhgënjim prej saj. Mjafton që të jetë Keanu Reeves në John Wick në fakt dhe Ana de Armas sigurisht në këtë sagë më të fundit që është e jashtëzakonshme. Ndërsa për ata që kanë qejf horrorin, Clown in a Cornfield është padyshim zgjedhja e duhur. Final Destination vjen me sagën e fundit Bloodlines. Lilo dhe Stitch nuk ka nevojë për shumë koment, sallat e kinemas kanë qenë plot javët e fundit, jo vetëm me fëmijë, me prindër, por nga të gjitha moshat. Ka një atmosferë super pozitive Lilo dhe Stitch, aq më tepër që shkon shumë edhe me këtë situatën momentale të kushteve atmosferike, një nxehtë përvolues, të gjithë ne do donim që të ishim në plazh, kështu që nga salla e madhe e kinemas Lilo dhe Stitch u zhvendos në mënyrën më të mirë në Hawaii, mes dallgëve, edhe duke bërë aventura të jashtëzakonshme, kështu që për familjen është padyshim zgjedhje e dur. Nëse nuk e keni çuar akoma fëmijën tuaj për të parë Lilo dhe Stitch, mos humbisni kohë.
Minecraft është gjithashtu për të gjithë të apasionuarit e lojës së famshme, por tashmë e kemi edhe në një film. Mission Impossible The Final Reckoning, padyshim që ka qenë një ndër filmat më të suksesshëm, përmbyllësi i sagës Mission Impossible me Tom Cruise, me skena fantastike të jashtëzakonshme që vetëm ai diti realizoi prej vërteti, duhet thënë. Shumë nga skenat që ju i keni parë në Mission Impossible, në fakt Tom Cruise ka preferuar t'i realizoj vetë pa një dublant, qoftë edhe në disa momente duke rrezikuar jetën e tij. Kjo është ajo që e bën të veçantë Tom Cruise pikërisht në Mission Impossible, dhe besoj për të gjithë ne që i kemi parë pafund Mission Impossible, duhet i vëmë kapakun me The Final Reckoning. Si dhe për ju që jeni pjesë e botës Marvel, Thunderbolts është padyshim një film i cili mbledh të gjithë superheronjt. Jo të zakonshëm duhet ta theksojmë këtë, janë disa superheronj të cilët mblidhen në kushte të veçanta të planetit i cili ndodhet në një moment vështirë dhe sigurisht duhet shfaqen ndoshta të mirët edhe të këqijt të bëhen bashkë për të shpëtuar planetin. Sa i përket filmave që pritet të vinë së shpejti, F1, Formula 1 nëse do ta thonim shqip, vjen nga krijuesit e filmit Top Gun Maverick. Është një film i cili vjen me protagonist Brad Pitt, i cili luan rolin e një ish piloti të Formula 1 që rikthehet në pistë, i shoqëruar nga Damson Idris, si shoku i tij i skuadrës në një ekip imagjinar të Formula 1. Është një udhëtim plot adrenalin i cili të çon drejt në zemër të botës së Formula 1 me detaje krejtësisht reale, pasi filmi është xhiruar gjatë fundjavave të vërteta të çmimeve të mëdhenj, ku ekipi i xhirimit ka garuar përbri legjendave reale të sportit. Her pas here janë bërë virale video të Brad Pitt duke garuar në pistë krahas legjendave të tjera të sportit, sigurisht në një pistë të bërë posaçërisht edhe të mënjenuar për të mos prishur garën zyrtare. Por detajet dhe gjithçka ndodh në një çmim të madh absolutisht që përfshihen tek F1. Duhet thënë se është një histori, miqësie, guximi, ka pak romancë, nga traileri dhe nga puna që kemi parë deri tani në ato pak video që janë shpërndarë në rrjetet sociale, të lë pa frymë me gjithë përgatitja teknike dhe vizuale e Formula 1. Për të mos përmendur aktorët që janë të jashtëzakonshëm si Brad Pitt, që e tham në krye të herës, Javier Bardem, Kerry Condon, Damson Idris, Kel Cook dhe shumë të tjerë. Formula 1 padyshim që udhëheq atë listën e filmave të cilët mezi po i presim, edhe në fakt pritet të vijë kam përshtypjen në 25 qershor, pra për pak javë do të jemi gati për të parë F1. Dhe për mua ka një rëndësi të veçantë How to Train Your Dragon. Është një film të cilin e kemi parë deri tani në versionin e animuar, ndërsa tani do të vi një film real ku vikingët dhe dragonjt vazhdojnë sërish në atë dashurinë dhe urrëtitjen mes tyre. Kam përshtypjen që për të gjithë ju që e keni parë How to Train Your Dragon versionin e animuar, e dini shumë mirë historinë, ku një djalë me mendje krijuese, por që nuk bie në sy, madje shpeshherë bullizohet nga i gjithë fisi, rikthehet tek roli i tij që është bërë shumë i njohur në filmin e animuar dhe krijon një lidhje të pazakontë me një dragua. Kështu që mezi presim ta shikojmë edhe versionin me njerëz të How to Train Your Dragon. Janë këto dy premiera të cilat ne i presim në Cineplex javët që vijnë, ndërsa për ta përmbyllur, ju rikujtoj edhe një herë filmat që tashmë i keni në Cineplex, si John Wick Ballerina, Clown in a Cornfield, Final Destination Bloodlines, Lilo dhe Stitch, Minecraft, Mission Impossible The Final Reckoning, si dhe Thunderbolts. Rikthehemi pas pak të program ku flasim për filmat, për kinematografinë dhe gjithçka ndodh rreth botës së aktrimit. Ju thash pak më parë që do të flasim për Stranger Things 5, i cili zyrtarisht është lajmëruar që do të vijë këtë vjesht, ndërsa Netflix ka zbuluar datat, episodet dhe çdo detaj të këtij sezoni përmbyllës. Netflix ka konfirmuar zyrtarisht se sezoni 5 dhe i fundit i serialit të shumë pëlqyer do të nisë këtë vjesht me publikimin e
4 episodeve të para më 26 nëntor 2025, 3 episode të tjera do të transmetohen gjatë festave të Krishtlindjes, ndërsa episodi final do të publikohet për natën e vitit të ri më 31 dhjetor. Siç duket, viti i ri 2025 do të jetë ndryshe për fansat e Stranger Things dhe në fakt mjaft interesante, po më duket ka shumë prej nesh të cilët në natën e ndërimit të viteve nuk duan të dalin të pinë shumë alkool, të festojnë, po ka dhe nga ata që ndoshta pikërisht në natën e ndërimit të viteve do donin të përmbyllnin sagën e serialit të tyre të preferuar. Dhe kjo më pëlqen shumë. Sezoni përmbyllës premton të zbulojë të gjitha misteret e pazgjidhura të dimensionit alternativ të njohur si The Upside Down, duke ofruar përgjigje për pyetjet që ndjekësit kanë bërë që prej vitit 2016 kur edhe seriali u shfaq për herë të parë. Siç duket, në këtë sezon të fundit të gjitha pikpyetjet do të marrin përgjigje. Kështu të paktën është shprehur Ross Duffer, bashkëkrijues i serialit The Duffer Brothers. Çfarë na pret në sezonin e fundit? Sipas përmbledhjes zyrtare, grupi i personazheve kryesor do të ribashkohet për një mision përfundimtar, gjetjen dhe eliminimin e Vecnas, antagonistit të fuqishëm që mbeti i lirë në fund të sezonit të 4. Por misioni i tyre bëhet gjithnjë më i ndërlikuar pasi forcat qeveritare janë kundërvënë. Dhe sigurisht, le të themi, pjesa ku ata janë më të ndjeshëm është personazhi i Eleven, duke e detyruar atë të karantinohet dhe të fshihet përsëri. Ndërsa përvjetori i zhdukjes së Willit afrohet, ndjesia e ankthit dhe rrezikut kthehet më e fortë se kurrë, kështu që seriali do të përfundojë me një betejë ku çdo personazh duhet të qëndrojë krah për herë të fundit. Nuk ka si të jetë ndryshe. Absolutisht që pritet një pikë kulminante në këtë sezon të 5, por ajo çfarë është më e rëndësishme në këndvështrimin tim është që të gjitha pikpyetjet do të marrin më në fund përgjigje. Stranger Things, për ju që nuk e keni parë, është një kombinim i të gjitha zhanreve. Ka mister, ka aksion, ka pak horror, thriller, romanci, ka të gjitha. Megjithatë, mbetet një serial i cili ka shumë pikpyetje, her pas here njerëzit nuk arrin ta kuptojnë si qysh tek për të gjithë ju që nuk e keni parë ende, ju sugjeroj që deri në vjesht keni kohë për të nisur sezonin e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt që të jeni gati për vjeshtën edhe ta përmbyllni këtë serial, që për mendimin tim në fakt duhet të parë se s'bën një herë në jetë. Gjithashtu Netflix ka publikuar edhe titujt e episodeve të sezonit të 5. Janë plot 8, duke nisur me The Crawl, The Vanishing of, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape from Camazotz, The Bridge dhe The Right Side Up. Duket se gjithçka do nis me një zhdukje të një personazhi, duke marrë parasysh serinë e dytë e cila titullohet The Vanishing of, zhdukja e, dhe më pas në serinë e tretë gjërat do të marrin kthes sepse siç duket kjo zhdukje ka qenë një kurth, më pas vjen elementi i shokut në serinë e 5, arratisja në serinë e 6 dhe beteja siç duket e fundit do të jetë në serinë e 8, e cila do të transmetohet më 31 dhjetor 2025 në Netflix. Duhet thënë se që nga premiera e vitit 2016, Stranger Things është shndruar në fenomen global dhe një nga sukseset më të mëdha të Netflix. Me historitë unike të secilit personazh dhe atmosferën retro të viteve 80, seriali ka fituar zemrat e miliona shikuesve. Tashmë me sezonin e 5 që afrohet, fansat janë të emocionuar për të parë se si do të përmbyllet saga e jashtëzakonshme. Kështu që ju lënë në misterin e asaj, çfarë presim në Stranger Things dhe gjithçka zbulohet më 31 dhjetor 2025. Edhe shumë pak gjëra na kanë mbetur pa thënë në At the Movies për sot. Sugjerimi i fundit i cili më ngeli peng duke qenë se edhe koha po mbaron është A Simple Favor, i cili ka mbërritur me Another Simple Favor. Është filmi i dytë në fakt që vjen me Blake Lively dhe Anna Kendrick me një atmosferë po aq enigmatike dhe rafinuar sa filmi i parë. Rikthehen sërish dy protagonistët bashkë me Michele Morone në një rol në këtë film të 2025-s. Duhet thënë se
Stefani vazhdon karrierën e saj si influencer dhe autore podcasti mbi misteret dhe përfshihet në një ngjarje tjetër e cila ka në fakt dy protagonist, ka motrën e saj si dhe shoqen e saj Emily, një grua e paparashikueshme dhe e rrezikshme. Njëkohësisht edhe Michele Morone luan rolin e një mafiozi italian. Ngjarjet zhvillohen në ishullin Capri të Italisë, një atmosferë fantastike atje, luksoze, një dasëm që do ta kinin zilit të gjithë. Megjithatë, kjo dasëm shndrohet në një tragjedi në fund dhe shumë gjëra të cilat janë pikpyetje gjatë gjithë filmit zgjidhen. Kush i ka qejf filmat mister, por edhe me këtë atmosferën e bukur romans me pak komedi dhe me atmosferë italiane, arom Capri me limona dhe shumë gjëra të tjera, më besoni që do ta keni zili kur ta shikoni këtë film. Kështu që nëse e keni parë versionin e parë të 2018-s, rikthehuni për Another Simple Favor. Ne kemi mbritur në fund të programit për sot, duke ju falenderuar që qëndruat me mua për gjatë këtyre minutave. Mos harroni listën e filmave të cilat po shfaqen në Cineplex këtë javë: John Wick, Ballerina, Clown in a Cornfield, Final Destination, Bloodlines, Lilo dhe Stitch, Minecraft, Mission Impossible, The Final Reckoning dhe Thunderbolts. Shumë premiera të tjera pritet të vinë në këtë verë të mbushur plot me filma të bukur. Bashkë do të jemi sërish fundjavën e ardhshme. Deri atëherë, mbetshi me shëndet dhe mos harroni të shikoni filma e seriale të mirë.